Ne sot, të gjithë sa jemi këtu, jemi banor të një epoke të re. Jemi të gjithë qytetar të epokës së urtësisë artificiale. Dëshmojnë se përpjekja për vënien e saj në shërbim të qytetarëve, në shërbim të njeriu, është domosdoshmëria dhe detyra më e madhe. Edhe ne krijojmë këtë departament me dy qëllime kryesore. Spari vetë partia duhet të përjetoj të gjitha avantazhet e epokës së urtësisë artificiale. Së dyti, dhe më e rëndësishmja, nesër në pushtet ekipi ynë duhet të jetë i gatshëm për zbatimin, aplikimin, zhvillimin e të gjitha avantazheve që ka inteligjenca artificiale. Si e përdori Edi Rama teknologjinë digjitale? E përdori për të kryer vjedhjet më të mëdha në historinë e një vendi. Më të çmuara se çdo gjë janë të dhënat e identitetit njeriu. Ato të dhëna të cilat qytetari në besim dhe mirëbesim të ligjit dhe kushtetutës i depoziton në qendrat e dhënave të shtetit. Të gjitha ato u hakeruan dhe kaluan në dispozicion të patronazhistëve terrorist elektoral, të bandave kriminale e tjerë me radhë.